Hetimi për vrasjen e dy fish në Finikonda ka hyrë në fazën më intensive, ndërsa të dhënat e reja po ndryshojnë drejtimin e hetimeve. Sipas burimeve hetimore, prokuroria e çështjes ka tashmë në dispozicion analizat e komunikimeve nga 7 telefona celular që lidhen në kohë me natën e ngjarjes, si edhe me ditët para dhe pas vrasjes midis Mesinisë dhe Athinës. Zbulimet e reja nga heqja e sekretit telefonik pritet të hedhin dritë mbi kontradiktat që janë vërejtur në dëshmitë e dy 22 vjeçarëve që ndodhen në paraburgim. Autoritetet po përqendrohen tani me mundësinë e ekzistencës së nxitësit që mund të ketë udhëhequr gjithashtu edhe ngjarjen. Avokatja Katerina Fragaki theksoi se prioriteti i familjes është zbulimi i plot i të gjithë personave të përfshirë dhe se klientja e saj nuk beson se autorët janë vetëm dy 22 vjeçarët. Motivi sipas vlerësimit ton është thjesht financiar për shkak të pasurisë së madhe të viktimës, deklaroi avokatja.